Nën tokë, në heshtje të plot, një far e vogël pret momentin e saj. Ajo duket e pajet, e vogël, thuajse e harruar në dhe. Por, sa po prek ujin dhe ngrohtësinë e tokës, ndodh mrekullia. Fara qahet dhe prej saj lindi jeta. Një filiz i vogël del nga toka, rritet, gjelbëron dhe bëhet pemë. Në Kur'an, Allahu thot, me të vërtet, Allahu është ai që çan farën dhe bërthamën. Kjo mrekulli që shohim, çdo pramber, është një kujtesë për njeriu. Ashtu si fara që mbjellet në tokë dhe pastaj ringjallet, edhe njeriu vjen në këtë botë, rritet, forcohet dhe një ditë kthehet përsëri në tokë. Por historia nuk mbaron aty, sepse ashtu si toka ringjall farën, Allahu do të ringjallë edhe njeriu. Një shenjë për ata që duan të mendojnë se çdo jetë që lind nga toka është një dëshmi e fuqisë së krijuesit.